mbushur. Me thonë, ne modern, njerëzit modern, intelektualët, akademia huazon koncepte tradicionale, mirë po invesh me kuptime të reja, të cilat duken shumë të bukura, shumë të avancuara, por në esens nuk kanë një përmbajtje të saktuar, sepse kur flasim për vetralizim, pra neve në asocion qasja Abraham Maslow, ose qasje të caktuar transpersonale, ku me qenë se ne nuk kemi akses me në dijet metafizike, nuk kemi akses në... Se dhe tingëllon se egoiste, vetë-realizim, të si kitë barat bjen ty për me arrit një realitet tonë. Një vetën, kuptoje vetën, vetë-realizoj vetën, po me qenë se që tashme kemi realitet psikofizik, dhe atër kemi pasur një realitet psikofizik dhe shpirtëror, dhe ku psika dhe trupi nuk kanë qenë, do më thonë shpirtërore nuk ka qenë diçka që ka arë pas tyre, por ka qenë pararense e tyre, ose me sakt. Psika është fusha e ndërmjetme, ku fryma hynore edhe fizika toksore, do të thonë është mejdani ku luftojnë forcat e kundërta. Dhe psika është ajo bota reale ku ndodh, pra egoja njerëzore është ajo ku ndodh ky konflikt. Ndërsa tash ne kemi eliminuar, do të thonë shpiritin dhe jemi futur në domenin psikofizik. Momenti që ne futemi në domenin psikofizik, ne jemi të fol për ego. Tash kur flasim për vetë-realizim, në kuptimin tradicional, pra dia tradicionale flet për vetë-realizim, po jo një vetë-realizim që përmbush ego njerëzore. Pra si Abraham Maslow, është një hierarki, plotson nevojat e sigurisë, nevojat e qenjes, nevojat e vetës, pra mbushe veten dhe kur po mbri në një super mbushje të vetës, unë po ndina vetë-realizum. Por në esens, në shoqëri tradicionale, vetë-realizimi ka qenë pikërisht zbrazje e vetës. Dhe të qenit autentik ka qenë që ti ta nxjerrësh nga vetja atë qenjen tonë të brendshme dhe ta shpalosësh jashtë. Jo egon ta mbushësh me gjëra nga jashtë, të cilat edhe ashtu ato nuk kanë fund. Sepse nëse ne vrapojmë pas botës së shumësisë, ajo nuk ka fund dhe sa më shumë futemi në çorsokakun e botës së shumësisë, as më shumë ne largohemi në esencë nga vetja. Pra ajo që ne tashmë i thonë si vetë-realizim, në esencë është largim nga vetja. Është ego-realizim dhe nuk është një vetë-realizim në kuptimin tradicional ku njeriu pra tham ka pas një qendër, ka pas një lloj vete që është një lloj amaneti hyjnor dhe njeriu vetë-realizohet duke njohur. Sa më shumë pastrohet nga dimensioni toksor i egos, aq më shumë ai ngritet, aq më shumë pastrohet dhe në këtë mënyrë realizon natyrën e tij teomorfe. Pra me qenë se ishte teomorf në esencë, ai duke u zhvilluar, ai duhet bëhet më tepër teomorf, ndërsa në kuptimin modern të fjalës, sa më shumë vetë-realizimi në kuptimin modern të fjalës, ai faktikisht aq më shumë është larguar nga vetja e tij, sepse egoja e tij është mbushur, do të thonë boshllekun ekzistencial, kuptimor, shpirtëror, provon ta mbush me botën e shumësisë. E sidomos tash kohën kapitalizmit. Në qoftë se konsiderojmë, edhe kapitalizmin që përmendë bukur. Në qoftë se konsiderojmë këtë procesin përpjekjen për vetë-realizim me gjëra të shumësisë, i cili me shumësinë, që na rrethon në ambient tonin ku ne jetojmë. Po duket si një lloj përpjekje autodisfatiste, domethënë. Edhe në gjatë këtij procesi individi ose subjekti lëngon se e shet që s'po bëhet kjo, ndonse mbase nga këtu mund edhe të na shpërfaqet edhe ankthi edhe depresioni, sepse ky proces nuk u përfundon. Edhe vetë kjo gjendja e vethumbjes, se vetë-realizimi po shkojmë në vethumbje, pa një si themi referencë transcendence, fatura kryesore. Ankthi atëherë shpërfaqet ankthi. Ankthi është fatura kryesore, sepse vetë në esencë ankthi është një lloj kur njeriu ndihet i shkputur. Ne zakonisht shkputja është ankth. Domethënë njeriu është shkputur nga burimi, ka harruar esencën e vet. Se momenti kur ti harron burimin dhe egon tonë, të cilën e ke për ta shkrirë dhe për të shliruar nga skllavëria e egos, ti e merr si qendër të tënden, ti automatikisht i aktivizon mekanizmat e egos, për të cilët këtu përfundon psikologjia moderne. Pra si ti njohë si reagon egoja. Njeriu në ankth ka dy elemente kryesore. Më thonë nevojën për kontroll dhe njeriu reagon, ndihet në ankth kur e sheh që egoja e tij po kërcënohet, mbijetesa e tij po kërcënohet. Pra e shef nga njeriu tradicional i cili ka parë që ai nuk është shkaktar, nuk është agent i ndryshimeve. Ai është një pasqyrë ku manifestohen dhe ai duhet të kuptojë manifestimet hyjnore brenda vetes vet, dhe me qenë se është shkputur dhe egoja njerëzore është bërë në qendër, ai ton kohën është në kohën e krizës së kontrollit, hiperkontrollit. Sa më shumë kontroll, aq më shumë ankth. Do të thonë tani ankthi ka dhe elementin e rrethit vicioz. Ti mendon që je shkaktar i ndryshimeve,
ndryshimet e jashtme që po ashtu nuk janë në dorën tënde, i mendon se ti je agenti aty në ndryshimeve dhe kur ato faktorët e jashtëm kërcënojnë egon tonë, ne automatikisht reagojmë në një mënyrë jo normale. Pse? Sepse ne kemi hup kuptimin mbi gjonat dhe do thot gjithë ndryshimet e jashtme i kufizojmë në një perspektivë shumë ngushtë. Nëse diçka neve na ka kërcënuar egon ton, është diçka alarmante dhe ne silme në mënyrë të caktuar. Dhe kur kjo ndodh për një periudhë të caktuar kohore, atëherë fillon